Liria personale është e drejtë themelore, nuk është kock patronazistës që mund na e hedhin sa herë të duan apo sa herë të mos duan. Dhuna ndaj protestuesve ishte pa shpjegim logjik. Nuk kishte asnjë arsye pse të përdore kjo dhunë që u përdor. Por ajo që e bëri akoma më të rëndë ngjarjen ishte fakti se dhuna nuk u ndal në shesh. Ajo vazhdoi në çdo komisariat, ajo vazhdoi në çdo arrestim, ajo vazhdoi në arrestim në shtëpi, në rrugë, në lokale, të qytetarëve, të protestuesve, të fëmijëve, të grave. U ushtrua dhunë gjatë shoqërimit, u ushtrua dhunë gjatë arrestimit. Sot kemi 19 qytetarë të arrestuar. Dhe e them me përgjegjësi të plotë, të cilën do ta them fort për çdo njërin nesër në gjykat. Për asnjë prej tyre nuk ka asnjë provë penale, nuk ka asnjë fakt, nuk kanë kryer asnjë shkelje. Dhe sot, nga kjo foltore, e kam për detyrë t'i përmend emër për emër, se ata nuk janë statistika, janë qytetarë, janë bitë këtij vendi, janë demokratët dhe djemt tanë. Ergi Shkurta, Ervis Mirashi, Ardian Toli, Sali Saraçi, Besnik Bali, Leonard Gjabexhiu, Alket Toska, Edison Huli, Blendi Spaho, Elton Hoti, Roni Bizhoti, Hamza Cani, Thomas Koja, Ardian Lici, Anduel Leshi, Anastas Mema, Alan Lika dhe Klodian Bajrami. 19 emra, 19 arrestimet palishme, 19 shpërdorim detyre, 19 shkelje të rënda të ligjit. Çdo arrestim pa provë është i palishëm, çdo dhunë është vepër penale, çdo urdhër politik për ndalim qytetar është përgjegjësi penale. Askush mos guxoj të fshihet pas uniformës, askush të mos fshihet pas urdhrit. Ligji një autorin, por mos harroni. Ligji një dhe bashkë autorët. Ky pushtet sot nuk po qeveris me ligj, po qeveris me frikë, dhe ne këtë e pam në protestën e fundit dhe në dhunën që ushtruan.